aristokracia shqiptare viteve 30 e ndërtovi ekonominë me djersën e ballit. Që moti, për shembull, e të partë e mi dhe nga mamaja, për shembull, po ta shikosh në mamaja janë boprit të familje madhe tregtare. Po të vesh në Korçë të pyet dyqani bopi tash mu për kashi ushtarit panjohur. Por të gjitha këto familje fillimisht e ndërtuan me një tezgë që nuk e din nëse ke parë filma italiane që ishin të vinë një tezgë shumë përpara dhe shisnin cigare, mastika, gjëra kështu. Nuk e di të ka asur apo jo? Po, si jo? Sa bukuri. Edhe kjo aristokraci në vitet 1000, në fillim të shekullit, kështu po luftonin, kështu ndërtonin, dhe ndërtuan me gjak. Shumë nga ata, për shumë nga vlezë e mamasë, i ati Usumur Tuberkulov vdiq në Rumani. Se shiste të tilla gjëra në dimbë, në ftohtë, në erë, në furtunë. Edhe familja Turkulli, familje të tjera, luftonin me dyqanka të vogla për të që në fund të shekullit 18-19. Kështu që tregëtia e aristokracisë shqiptare të viteve 30 ardhi shkallë me djersën e ballit, sepse nuk guxonte kush që t'i vite tjetrit se minën e fut në burg ja presin duart. Ishte ligj. Pavarësisht se ishte kohë e zogut apo kohë e turkut apo të këtej. Ajo që vjedheshe, dënoheshe. Ai thoshte do të jetosh me djersën e ballit, fitos sa duhesh. Ti do marrësh, unë do marrë tatimin, ti jetos si duhesh, po ashtu. Po si i bie atëre që atëre dënosh, domethënë pushtuesi të dënonte po të vidhje. Tani yti nuk të dënon, vit sa duash tani. Sigurisht të dënonte pushtuesi, po dhe pushtuesi kishte edhe turku kishte ligjat e veta. Edhe kur ardhi për shembull Franca, që u krijua me Themistokliun, se ishin ne që suportuam, ardhi Franca ndenjë disa muaj, po që në fillim i tha Themistokliu të krijosh kushtet e specifike në një shteti shqiptar. Por qarë, krajë autonome, nëzori vullën, nëzori ligje, nëzori të tëra gjërat, a i duti dënohet kudo në çdo vend të botës. Së vetëm në Shqipëri, kudo dënohet a i duti. Por, problemi qëndron se s'mund të dënoj a i dutin. Këto është çështja. Sepse një a i dut, s'mund të dënoj a i dutin se dënoj automatikisht dhe vetveten. Në Shqipëri ajo që punonte, fitonte, jetonte, pavarësisht trusninë, politika e tjera, por dhe kone zogut, për shembull, ishte një disiplinë e madhe. Unë po t'jap një rast. Për shembull ndodhi një vrasje në Korçë në vitet 32-33 dhe në Korçë si këshilltarë ishin anglezë. Zogu i mirë të i vinte anglezë këshilltar në ekonomi, në xhandërmari e tjera. Që janë dokumentuar këto. Ndodhi një vrasje dhe e shoqja ishte ati që vra ishte amerikane. Kishte ardhur nga Amerika, kishte një shtëpi atje sipër. Dhe kjo i thot atia me kamshit. I thot unë dua, thot zbardhen ata që vodhën dhe vranë burrin. Për 24 orë u kapën dhe u varën në qendër të Korçës. Është janë dokumentuar këto. Kështu që nuk them që të arrihet në këtë ekstrem, por ama ta që u vunë sot, edhe që janë 192, nuk u vunë këto para me djersën e ballit, por këto para u vunë me drogë, u vunë me korrupsion, me shitje e mishit të gjallë, me tërtëlika të zonë këto para. S'mund të pasurohet njeriu të bëhet milioner për një kohë të shkurtër relativisht. Paraja vjet me gjak në Brezni, si që vunë të partë e mi në 4-5 breza. Kështu që ky është dyshimi themelor midis ndeshmërisë së vendit së paras dhe këta njerëz që u vunë që bën para në Shqipëri në vitet 30, këta ndërtuan, krijuan një fizionomi të re të Korçës. Bën bamirësi, bën çdo gjë që mundet që rallë bëjnë sot. Më thuaj një nga këta që kush ka dhënë qoftë një gjë të voçkël të drejtojë një bibliotekë në Korçë ose kudo. Asnjëri s'ka për asnjë ndihmë, që ka 30 vjet që janë multimiliarderë. Asgjë. Kjo është e vërtet. Njerëzit të cilët janë të pasur aktualisht në Shqipëri, unë nuk mund të vë në dyshim burimet e tyre të pasurisë sepse nuk kam fakte, domethënë do dohet mos i vjen në dyshim. Jo, unë i vën në dyshim. Unë i vend dyshim. Okej, ju pa. Unë po përpiqem mos e bëj. Sepse e kam në traditë, e kam në si e shikoj që pasuria kur nuk vihet me djersën e ballit. Ju keni një jetë të tërë që punonin edhe bëni një zëdhënëse e mendimit për parimtar, një gazetare me përvojë. Keni jetë të tërë që punonin në media, por ti nuk ke për kur e pasur. Pse? Se punon me djersën e ballit. Dhe kontribon me sinqeritet me një grua e lartër qytetare, patriote, ju do të përçosh një mendim të zhvilluar tek kushdo. Dhe pikërisht prandaj ndoj që do në programin tuaj në vite. Sepse nuk je zhvishur, nuk i bën like edhe nuk i bën lule ose ana pushtetit, po ti bën lule dhe ose ana progresit, dashurisë për Shqipërinë. Faleminderit shumë.
Shumë faleminderit. Ndërkohë, duke ngelur përsëri ka ndryshimi midis oligarkisë dhe aristokracisë shqiptare, duke hequr dorë nga burimi i të ardhurave, kjo e vërteta është që aristokracia shqiptare e familjet qytetare të pasura, domethënë në rastin tuaj familja Turtulli, vërtet i dhuroi Korçës, ndërsa familjet të tjera tani të pasura, përveç se rinë banojnë me njëri tjetrin, ndërtojnë, i çojnë parat jashtë, nuk lënë në Shqipëri asgjë për kulturën. Unë nuk kam dëgjuar, nuk kam parë asnjë emër që ky teatr u bë nga kjo familje. Sepse ata as nuk e njohin teatrin, as nuk e pëlqejnë, as nuk e kuptojnë se si mund të jesh i lumtur duke parë një teatr të bukur, apo duke lexuar, apo duke dëgjuar muzikë klasike. Madhomendja nuk e kuptojnë, madhomendja. Do ju duhen vite që do ju duhen vite. Madje ka bërë shumë për... Kjo është e vërtet që njerëz të pasur në Shqipëri që nuk kontribojnë për Shqipërinë, në kuptimin se nuk më quhet kontribut kur ti ndërton një pallat, se pallatin e shet. S'është ky kontributi, kjo është pasurimi yt. Familja time ka harxuar miliona në Apolona Flori të kohësh. Dhe ky shqetësim, unë gjithmonë e kam ngritur këtë, edhe në shkrimet që kam bërë. Edhe po të shikosh edhe në Misterit të Parizit të vogël, romanin që botohej me sukses, e botuat 2 herë. Përsa që më pyetët juve për atë problem, që është shumë kardinal për shoqërinë shqiptare, edhe këto për shembull falin njerëzit, por problemi qëndron që këta të që janë pasuruar sot, çfarë background kanë, çan të shkuar kanë, dhe nga vinë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ai dikur ka qenë shumë i varfër, edhe me background nobody, s'ka si të ketë koncept që unë paraja ime do shpërndahet e në tjerët. Nuk u ka në ndjenjë dhe në koncept mirësinë, po ka vetëm çfarë do marrë dhe çfarë do përfitojë. Po, kjo është edhe diferenca tjetër pastaj që ndryshon Zengjini nga i njeriu tjetër që ka dhe një të kaluar, po ka edhe se njeriu që është mirë do të rrethohet edhe nga njerëz të tjerë që janë mirë, nuk do të jetoj. Që mund të ishte një thënie. Je djali i ri, thoshte edhe aty pranë është një plak. E ka hequr pallton, e ka varur atje dhe u ngrit të ikte. Edhe ti tash si djali mirë, ti ndihmoje. Mbaja pallton të vishet, ajo është Zengjin për shplak. Dhe befas atje në plaka do dëgjojnë tringëllim. Është një monedë floriri që e ka hedhur për ty që të mos të fyej. Sepse nga Zengjini i pasur, i trashëguar në Brezni, veç të mira edhe ana monetare nuk u mbet asgjë. Kështu që në Shqipëri unë shikoj të etje, shikoj këtë tamashallek për të shfrytzuar sa të mund, për t'ia marrë njeriu dhe pikën e fundit të gjakut. Pikërisht që është, më dhe ta lidhe me të pyetjen e parë që më the që të ndryshimet që ndojnë në këtë. Kjo klasë sociale që është, kapitaliste që se sot atje në Shqipëri është kapitalizmi mjegër. Nuk është ajo fisnikëri e vitit 30 që e ndriçoi Korçën e Shqipërinë, sepse ishte kapitalizëm me tipare demokratike bamirëse. Për shembull, neve ndihmonim prartë e mi martonin çupat që ishin të varfra, me pajisnin me pajë. Hapëm shtëpinë e fëmijës, ku ishte shtëpi e vobekët që anin, tratë të varfri që kishin mencat e tyre që anin bukë që bënin. Ishte familje që... Jo, nuk dua të mendoj që ajo si kohë ishte kohë e artë. Okej, ka pasur njerëz të mirë, patriotë, po kohë e artë nuk ishte. Po natyrisht tash çdo gjë perfekte në jetë nuk ka. Edhe këtu në Kanada, për shembull, ka plot që janë homolez që flenë rrugëve. Ka plot që nuk punojnë, ka plot që janë kështu tash. Asgjë nuk është perfekte. Vetëm mendësia e Zotit është perfekte. Vetëm Testamenti dhe Kurani janë perfekte. Ne jemi njerëz, kemi komplekset tona pozitive dhe negative, por duhet të mbizotëroj pozitivja. Duhet të mbizotëroj humanizmi. Sepse në fundit ajo para që përfiton në mënyrë të pandershme nuk u ka prokopi, nuk u ka progres, nuk u ka kënaqësi shpirtërore, se kur bën një punë, për shembull ja dhe juve, bën një program të bukur ndjeni kënaqësi. Nuk është se është të nxjerr të pasuron, po të fisnikëron në shpirt, të bën më të mirë, të bën më fisnik, të bën mendje hapur. Ja shumë elemente ngjitikojnë, ndërsa sot kjo pasuri që u vu e po vihet është për të ardhur keq.
Nuk po e bën më të mirë Shqipërinë. Do me thënë, ju thoni që këto para dhe kjo pasuri në Shqipëri nuk po e bën më të mirë Shqipërinë dhe nuk po i bën njerëzit më të kënaqur që jetojnë aty. Po pasuria të kënaqur ata që jetojnë këtu, që ndërtojnë në vila, që ndërtojnë ato, pa ata janë prapë një grush njerëz. Nuk është populli, nuk është Shqipëria ata. Shqipëria je ti dhe unë. Shqipëria janë ata punonjës që punojnë me ty, ata regjizorë, ata suportues që janë, të tjerë që janë bas stafitent. Ata është Shqipëria. Punojnë, sakrifikojnë, që venë pak të kanë këtë kënaqësi, qoftë kudo që punojnë dhe venë flenë kokën ratë, vënë jasë tek flokën ratë, sepse në fundi bën një punë të mirë. Ndërsa ata që janë pasuruar, prapë nuk e kanë gjumin e qetë. Kur nuk flenë të qetë ata, sepse është brenda shpirtit tyre që i ngacmon, si puna sa ne perkës që si le të qetë, sepse është ajo së Hajde pyet e nean që është në regji, e nea thot, lëre se pori pa gjumë, vetëm të kemë ca para, thot ai me vete. E nea? Apo do të flesh? Ajo të ketë ca para është e drejtë e tia morale e shpirtërore. Nuk flasë... Po nuk flasë ata që duan të kenë ca para që të rregullojnë të mirat materiale për familjen e tyre. Ajo është më njerëzore, është më humane. Edhe unë e përshëndet në Ernean edhe u uroj mbarësi dhe shëndet në familjen e tia dhe në sukses në profesion e tia, por problemi që ndronë unë them për ata që e kanë shpërdoruar, e kanë shfrytzuar kom të gjallë. Kanë shfrytzuar, nuk i lënë asgjë. Këto politikanë